Në fokus të interpelancës është zhvilluar në kuvent këtë të njëjtë mes kryetares së Komisionit për Edukimin njëherazi deputete e PD Ina Zhupa dhe ministres së Arsimit Mirela Kumbaro, ishte udhëzimi i miratuar më 24 shkurt të vitit të kaluar, që detyron mësuesit e vjetër, që kanë përfunduar arsimin përpara vitit 2011 dhe janë punësuar pas këtij viti, të nënshtrohen provimit të licencës, në të kundërt nuk futen në procesin e kualifikimit. Zhupa hodhi akuza se një udhëzim i tillë po bëhet për interesa private për t'u pasuruar në kurriz të mësuesve dhe për t'i larguar ata nga sistemi, ndërsa Kumbaro theksoi se udhëzimi nuk paraqet asgjë të re, duke u justifikuar me faktin se shumë mësues kanë shprehur vullnetin e tyre për t'u nënshtruar provimit, çka u cilësua absurditet nga zonja Zhupa. Ky udhëzim nxiti debate të shumta duke nxjerrë në pa edhe problematikat me sistemin arsimor në vend. Mësuesët që kanë 15 vite në sistem, kanë mbaruar para sistemit të Bolonjës, i detyrojnë për të marrë kualifikimin si mësues mjeshtër të futen dhe njëherë në provim licencë. Tani imagjinoni të dashur kolegë që këta 12 mësues jo vetëm kanë stresin që duhet të mësojnë të kthehen dhe njëherë gjërave që janë shkëputur që kur ishin student, do të paguajnë dhe 100.000 lekë për aplikimin dhe sot ne në rendin e ditës kemi një pikë tjetër që thotë këtë qendrën e shërbimeve arsimore që jep licencimin për mësuesit ta marri privati. 12 mësues nga 100.000 lekë, 200 milion lekë janë vetëm nga ky detyrim që i vendos zonja Kumbaro, por nuk mund të bësh udhëzime për interesa private. Një marrëveshje okulte për të pasuruar në kurriz të mësuesve dhe për të bërë ata që të ikin nga sistemi nga syt këmbët. S'po ndodh asgjë re, asgjë e pashkruar më parë, plot mësues të cilët pavarësisht se janë punësuar para vitit 2011 dhe janë të përjashtuar nga detyrimi ligjor i dhënies provimit, kanë shprehur vullnetin për ta dhënë këtë provim të shtetit sepse u shërben si një dokument garancie në afatgjat. Ata kanë qef thot futen provim. Kanë qef ata të paguajnë 100.000 lekë, të shkojnë të japin testim për hobi. Me thënë, vetëm ti mund të thuash këta. Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shqiptar të ka sjellë shkres, janë në gjykata administrative mësuesët. A e dini ju që klasat janë mbyllur dhe kur i mbyllet klasa mësuesi del nga sistemi? Ky mësues i dal nga sistemi edhe pse ka qenë i punësuar përpara, kur i futet në sistem, data e tij e kontratës është datë e re. Pse u shpopullove ti vendin, pse shkatrove ti vendin, duhet të mbaj përgjegjësi mësuesi? Ju thoni preket, nuk preket askush nga detyrimet ligjore. Në përfundim të interpelancës, zonja Zhupa bëri me dije se kjo çështje është në gjykatën administrative dhe Partia Demokratike do ndjek hap pas hapi.